ju kësha thonë sa ma shumë me punue edhe Ministrisë Bujqësisë. Edhe të qësoj, edhe të aty në përpara, nuk ju keni një mua bujqësisë as të tërë. Bujqësia nuk është tu një mua kush për punën tokë, bujqësia as të tërë së tu përkrapë. Hiq, as nuk kemë për shtetet, as një objekt që ka punu, as kur gjë vetë kreti kemë këto, se në të në të. Ska, shteti kur gjë. As një, s'ka një mu shteti, ju një mon veç aty në që s'punojnë. O, që shmi bon zamra! Hajtë sa marrë shto. Po e ronë koka. Jemi në fshatin Dobërdal komunës Podujevës, e anë e ko marrë të Agim Gashi. Agimi i cili për momentin i ka mbi 6.000 pula. Agim, faleminderit shumë që na pranove me bisedu me neve, edhe apo më kallxon në sa e nis ditën ti. Na nisëm në 6 mëngjesit. Në ora 6 mëngjesit, po. Okej. 6 mëngjesit, qosh mëngjes. Qohëm, fillojmë me punue, deri në ora 10 duhet pulat me rahatu. Çka bën prej gjave, me çka merresh? Mas pare duhet me ju qitë me hongër, duhet për ujë me ju qitë, duhet kret, me këshyën, me tënat. Peri 10 vanin, ajo është pauza deri në 2 apet, fillon për me hongër. Apo ka thënë që sa vjet i mon pulat edhe prej kat ka ardhur ideja mas pare që me bë kaq shumë. Që 5 vjet pulat. Kina po edhe për para pula ka pak, po jësh. Edhe të shpijas shtu, ja këna 20 vetë. Me mjetëve të anake? Po, pa, në një muhe as një tërë shteti. As heq, që as kur që krejt vetë i kena njësë, për momentin i kem dikon 5.000 diçka të opazaj edhe 1.000 pula. Zëgj, gjela? Po, gjelë, zëgj, shto jenë përzim të vogël, edhe kem 1.000 pula. Dikon 6.000 për mi, 7.000 që ato e. A dojnë punë? Po, punë dojnë, duhet me kësyrë, shumë punë dojnë. Duhet sidomos për uje, duhet për ilaçe, për kretë me kësyrë, se ka nevoj pula. A dojnë shumë shpenzim për mi majtë pulat? Pulat dënë shumë, mas mëra me jep, që jep, ama njerë duhet me investu shumë pare në të. Ta në fund të fundit i merë pej ty nëfë, se njerë nuk ka. Po duhet me patë edhe pare edhe të rezervë, për me punu me pula shumë, se kanë hargjimet ma. Shumë hargjimet e mëja. Për shembull mbrana ditës, sa të shkojnë, ushqim, çfarë ushqimi qet? Për 7.000 copa që i kam që ta 7.000 diçka, shkojnë dikun 400 kila, 300 diçka kila koncentrat. Qështë siguron koncentratin? A kina lloj subvencioni? Ja, krejt vetë tonat. As një tëror nuk kem, as kem mulli që kena morë pej komune që ka shkep, as nuk kem për shtetet, as një objekt që ka punu, as kur gjë vetë krejt i kem këto, se në tënat vetë. Ska, shteti kur gjë. As një, s'ka një mu shteti, ju një monë veç aty në që s'punojnë. Ata që punojnë hjekin tonë, jo veç në po krejt hjekin. Cilët janë gjithë hjekin, gjithë që punojnë tokën e krejt. Halo subvencionet e grunit s'ne ka qitë. Edhe gruni që ja kom shqit e më cilosit, halo pare s'mi ka qitë. E shkam, krejt veresiv, neve duhet me pare ndorë, me mjëll grunin, me mjëll ato, me pru koncentratin puls me ja bo, krejt në me pare. është problemi madh. Për çka ki nevojë më shumë? Unë kam për mjetet që tashtë zëjve tjetër në objekt që ku vëdis, atje nuk kam mjete edhe në thertore me vëdis. Për me bo prerjen e ty. Ti do më thonë, i shet pulat, për i shet gjalla? Po, gjalla, po, tash me bo nes thertore tyne a vynë. Po njerë nuk kem buzet, duhet me prit dhe i te bojnë buzetin. Kur te bojnë, të këshyru më qysh po shka. Përveç pulave edhe gjelave që i shet, po besoj shet edhe vezë. Po, edhe vezë. Krejt i shesëm këtu në mrena. Pse njerëzit do të me arë me ble vezë të agime? Po, janë të katunit, janë bje, kanë me arë me po krejt, të natë ato janë që mund me po edhe shymin të le është. Sa janë të knoqën blersat me pulat dhe shumë. me vezë? Unë nuk kam as vezë për sa janë të interesu me ble, po as pula nuk kam. Me shqitë sa janë të interesu. Vinë pej Prishtinë, ka që vinë edhe pej Lipjani, për me ble, me prej, për që vjeni, blenë 5 sopa, 10 sopa, ka pej Lipjani, Prishtinë, pej ka mos. Ka të interesu me edhe pej Shqipnije që janë artë me qynë.
Përveç pulave që i mban, do me thonë ti the që mjell edhe Po, gruna. edhe 20 hektar toki punoj. 18 hektar vjetë i bot grunë. Nuk ka pagu që asë kon vera e thot. As argjime tona si këna nxirë. Po jo që si këna nxirë, subvenciones në ka dhonë. Atina që akum shqit grunën, halo paret si ka dhonë. Zdi, Qysh po më nëshmi dalë? shtirë. Po të kanë zekë këtë gjapë, shumë shtirë. Jo pak, po shumë shtirë. Ti kishin dhonë subvencionet me vakt, pa i për një muaj dhe ti ka po të grunë që sa shkuet. Që e 100 herë thrasat ato në telefon, nuk i ja po. Edhe gati, edhe kanë me i krejt për mësë me punu tokën, shere që ty nëfë, sa nëfë që s'janë. Komisioni i bujqësisë nuk u konë halo, por Komisioni i bujqësisë paret nuk të qesin për subvencione. Vjen të këshyrë me grunë, me krejt, i kom seri, në ardhë, i kom po. Po paret një na vynë, shumë bile. Që kjo kohë atash, për shembull, në qoftë se kum pat me mill 15 hektar grunë, duhet me mill veç 5. Se s'ka mundësi më shumë. Menje se plehen s'ta jap kërkush pa parë. As farë. As një këtu s'ta jap. Duhet veç 5. Menje herë më zvogluar. Çfarë thirrje ose çfarë kërkese kishe bërë për Ministrinë e Bujqësisë ose ministren Fatën Peci, në ju që? Unë e kisha bo për ministrin me dalë çdo vend me këshyrë mas pari aj, edhe gjinja e besueshëm tina, jo gjinja cilë tjenë, po cilë, se nuk është gjë sene, po duhet me dalë me këshyrë në vend, qysh është edhe as ka senet me punume. Sa atë doken, nuk është që s'doken, çdo njëna doket për shembull, narë kur shkesh me këshyrë, duhet me këshyrë qysh e punon narën. Jo veç me qit e mos me pat më me marrë subvencionet, pa e ka punu, se ai që punon pak, toka pa bohet edhe vera thot, pa u bo mirë s'bohet. Ai që e punon veç për subvencione, ai veç e qëtë edhe s'ka përgjë. Edhe ati duhet me janë. Me një jetë që e punon veç për subvencione, del komisioni dhe të këshyrë në vend Kallamoqin, dhe të janë. Dhe të jep shaj që e punon e që i qëtë. Le. E jo veç, për shembull, halo nuk u dalë komisioni. Qa ka me dalë tash me pa orat, kur gjithë është ajo me pa orën, duhet me pa Berishetin, duhet me pa të grunin Kallamoqin, ka rritet, ka hudiset, qatë her duhet me dalë. Përveç teje i cili kujdesesh për pula, për zëgj, për gjela, për gjendjen këto, a është në ata tjetër i familjes i cilit një mën? Po, është gjali, edhe gruja na tret punojnë, nuk nalëm, cëllë se këshyrëm veç cëllët t'jemi lirë, tonë punojmë. Për shembull, unë punoj, gruja punon, gjali punon, dikush pa konë të ta zbohet, tjerë nuk jem punëtor. Çto bisha që janë dy si lloj kotecash të mëdhaj. Po, Jo këte edhe jo anila. Po, A mujna mi po pak edhe me na kallzu? Po. Çka konta? po. Të bisha mjaft pula paska. Tu është objekti i zëjve, tu i rritën zëj. Tu është sistemi ujë që vjen vetë. Tu po me pi këtu ujë që s'ka. Tu është i shymi i zëjve. Që, ta ju vjen vetë, s'ka nevoj këtu me hi, këtu janë krejt komplet që ju vjen vetë i shymi. Këtu? Këtu e kemë mullinin, të të bojmë koncentratën e blurin krejt komplet. Për i këtyvit, zëjve javë qesëm qëtu. Për i qëtyvit, na e lëshojmë veç qëtu. Pra, edhe qëtu, edhe shkon i shymi vetë ati. Për i këtyvit, s'ka nevoj të zëjtë komplet E ati. çajo misër 240 kg, Kjo- sojnë i qenë 20, lule dielli 20 kg. Kjo është përdhirje e Kallamoqit. Për shembull, të koncentratit kur janë zëjt, 240 kg misër, soje kemë 120 kg, lule dielli 20 kg, shkumës 12 kg, vaj 6 litra, edhe biget 6 litra. 6 kg. Do me thonë koncentratin që Koncentrati marrën marrohet për qytynën që e marrojmë për na. bërësve. Po, për qytynën që sasi Do të thotë e bën krejt Po, vetë me vete, bio. po, krejt bëhet, tanat që tu e kemë, pej misrit. Si ti bën 2 muaj, të bjen. As nuk bjen, vetëm misri edhe grunë ju përzijim. Këtu tash tjerat nuk, a 2 muaj të parë që janë zëjt i kanë qëtu. Mas 2 muajve, këtu bjen, veç misri edhe grunë i përzijim. Nuk i qesë mas soj, as lule dielli, as konc, as vaj, as tjerë. Vetëm misër edhe grunë i përzijim tani. Këtu e kemë objektin e ri që e kemë marrua që tash për momentin. Tu na nevojitën edhe pjesë tjera se s'kem veç për momentin e kem që mu shliru është zëjt. Po, si kem jetet krejt, tu duhet krejt me dorë me shit, me bo
Pëshymin krejt me do. Nuk im atje, u kom Dhe dërsh. sa është kapaciteti i këtij koteci? Sa i nxan? Kë i nxan dikun pula 700 deri në 800 që kjo pjesa ashtu. Tani edhe kjo ashtu kjo në 4 pjesësh. Që kem ka 7-800. Mujnë edhe më shumë, po më shumë nuk bën. 700-800 duhet. Që kjo pjesë ajo tënat ka 7-800, 4 pjesë që është e dome, duhet me i lon ka 700-800 sa problem. Këtu i nxan edhe 1000, po nuk bën 1000 mishti, se është shumë. Për fund, çka ju kishte thonë krejt njerëzve që dojnë me ble pula të shëndetshme ose vezë, bio, çfarë thirrje ju kishte bë? Unë ju kisha thonë aty në tonë me shkuet me kësyr ku është pula elshuet, atë agimi atë e tjetër s'është intereson, po ku është elshuet. E me ble ku e merr në pazar, s'dihet ku ka marr. Ka pru. A del smut, a del dose në tënat ato mund me dal në pazar. Shkon të blen pa marr parasysh kush ka, edhe ju kisha preferuar trive me janis me punu, mos me ik, me punu pak më shumë, se është më mirë në vend vetë, se në vend huaj. Vendi huaj i huaj edhe nuk ka fitim sa në vend tonin me punue, kur. A ka çdo punë që t'ja nis me punu, jo vetëm me zëj, po edhe me lëk, po edhe ka çat t'ja nis me punu, ka fitimi i del më shumë se në Gjermani që është një rrugë. Një rrugë në Gjermani jetë 300 euro në muaj. Hajde 500. A që punon. Ma shumë nuk ka, veç kush rren, atje nuk ka se jam merr shteti, jam merr 1200 euro banesën, jam merr krejt atë shteti, jam merr poret, a këtu i ka 500 euro, 500 i go se në shtëpi vetë, rrin te familja vetë edhe punon edhe i gjon tjetër vëllai biznese, tën ato është më mirë me nej. Ju kisha thonë sa më shumë me punue edhe Ministrisë Bujqësisë. Edhe të qësoj, edhe të aty në përpara, nuk ju keni ndihmuar bujqësisë as tru. Nuk është veç çik kjo, është përpara që në kom, ata dhe ma heq, për që ata jenë dollë atje, së është për që tash, po më herët është puna, se nuk ka për 1 vjet e 2 vjet, u kënduh në port, jo që i kanë marrë porët, e kanë shue, i kanë blene për banesa, se u kanë dhonë, se tash të shkjo vënë. Po edhe kjo nuk o vënë, kur t'ja nis duhet me ja nis mirë. Me ju dhonë, kush punon, me shku me kësyre, jo veç me dhonë aj që s'ka, kur gjë hajt pe adho, atina jaj pe adho, nuk është mirë ashtu. Edhe pe hupin ata që po punojnë, për shembull, se ata e din kush i merr. Unë e din katën temin, ai e din katën drejtën, ai e din, ai që punon, kesh që ka punë, po të kallëzoj drejtën. I kisha thonë me punu sa më shumë, po kush punon me një muë në bujqësi. Si për tokë, si për krejt. Bujqësia nuk është tu një muë, kush punon tokë, bujqësia as të trosta tu për krah. Hiq. Edhe unë e kisha bë. Edhe një, se tash me të hershme. Përpara na si kena marrë edhe subvencionet edhe shumë mas vitit ri. Po nuk duhet ta me këqyr ata që kanë bërë, duhet më herët me dhon paret, kur është nevoja. Se na i kena marrë për shembull edhe 1 vjet me vonesë paret përpara, po nuk është me këqyr. Duhet me dhon sa më herët i vijnë paret bujkur. Edhe unë e kam një thirrje për Ministrinë e Bujqësisë, ju lutem me ndihmu fermerëve të cilët janë sikur argimi edhe shumë të tjerë, si me subvencione, si me të gjitha mjetet e nevojshme që këta kanë nevojë. Agjagim, faleminderit shumë për kohën që ndajtë me neve edhe që na tregove rreth aktivitetit. Për ju e faleminderit se mera ju rritë që një orë na keni vizitue.